Bashkëtesa në një komunitet është mjaft e vështirë, por me një vendim të Këshillit të Ministrave janë përcaktuar qartë rregullat e reja që qytetarët duhet të ndjekin në interes të përbashkët. Sipas këtij vendimi, i cili hyri në fuqi prej më shumë se një muaji, çdo pallat do të ketë asamblen e vet, nëpërmjet së cilës vendosen masat e kontributit që duhet paguajë çdo banor për mbarvajtjen e pallatit. Nëse dikush të refuzon, asambleja i drejtohet gjykatës e cila aplikon gjobat. Ky vendim duket se është pritur mirë dhe nga vetë qytetarët, por sipas tyre ende nuk ka filluar të gjejë zbatim. Më duket shumë pozitiv. Dalin e ligjit të ri, mendojmë që të mbledhemi e të krijojmë këshillin administrativ të pallatit. S'ka gjë më të mirë, po u bë kjo gjë është gjë më e mirë. Në orën 3 deri në 5 kudo bota ka pushim, tek ne herë fillon çekiç. Duke ikur shkallë, mendoj se do vi, po me një çik vonesë. Ligji do jetë jashtëzakonisht i mirë, duhet i çik bindje, se nuk binden gjithë. Po ashtu në këtë vendim përcaktohen në mënyrë të detajuar edhe masat që do të merren për zhurmat, ku asnjë veprim që shkakton zhurmë, ndotje apo dëmtim të pronës nuk lejohet në hapësirat e përbashkëta. Po ashtu edhe për mbrojtjen e mjedisit, ku mbeturina duhet të jenë të sistemuara në të qeset përkatëse dhe të hidhen në vendet e përcaktuara. Vendimi përmban dhe rregulla konkrete për sa i përket zhurmës. Asnjë pronar nuk duhet të shkaktojë ose të lejojë zhurmë të lartë që shqetëson fqinjet. Familjarët duhet të mbajnë qetësi, po ashtu edhe të ndalojnë përdorimin e pajisjeve shtëpiake me nivel të lartë akustik gjatë natës, duke filluar nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit.